Vemi te sirtari i kuzhinës dhe veprojmë kështu. Marrim pak rigon, për shembull 2 lugë gjelle rigon, 1 lugë gjelle mendër, 7-8 karafila, edhe përgatisim një çaj. E përdorim këtë çajin për të pirë, pra nëse do të na bëhen 3 lugë gjelle nga kjo edhe 7-8 karafila, le t'i hedhim 4 gota me ujë. Çajrat që kjo do të pi, nuk diskutohet që ajo diareja do të ndalohet, kjo është e pa diskutuar. Zonja bën mirë që të rregulloj pak florën bakteriale në sistemin e tretjes në këtë mënyrë. Ose pjekim njëftua në furrën e sobës, e lëm të ftohet, e presim në fetat holla dhe i lyejmë me pak mjalt, pra marrim probiotik nga mjalti, shtojmë pak rigon në të dhe e konsumojmë. Ose mollë të pjekur. Me këto të dyja, neve, si thua, qetësojmë atë peristaltik të zorës të irrituar nga këto parazite që ndodhen aty. E para, e dyta, mundet që të marrim 1 gotë kos me 1 lugë gjelle niseshte. E tresim edhe këtë edhe e pim. Me këto të dy veprime, diareja nuk diskutohet që do të ndalet. Mundet të bëjmë edhe këtë gjë që gjatë ditës, 1 pjatë në ditë le të jetë me pilafin e orizit. Ose, nëse ka fëmijë të vegjël që e kanë këtë si fenomen, virozat me barke me kështu, 1 llapa me miell orizi ju bën jashtëzakonisht mirë. Qartë. Janë të shpeshta tani Po këto patjetër. diaret, qoftë nga ushimet, qoftë nga 4 virozat. raste kishim dje që dilnin 15 herë në ditë. Në darkë po thuajse që të gjithë ishin të kënaqur, thjesht vetëm me këto trajtime të shumë.